Një avion luftarak amerikan i tipit F-15E u rrëzua mbi territorin e Iranit ditën e dieshme, duke shënuar një nga humbjet më të mëdha të SBA-ve brenda vendit që nga fillimi i konfliktit më 28 shkurt. Avioni kishte në bord 2 persona, një pilot dhe një oficer armësh. Sipas raportimeve nga mediat amerikane, njëri prej tyre është shpëtuar nga forcat speciale amerikane, ndërsa kërkimet për personin e dytë vijojnë. Ndërkohë, një kanal televiziv iranian ka njoftuar se është vendosur një shpërblim prej $60.000 për qytetarët që arrin të kapin pilotin amerikan, të zhdukur dhe ta dorëzojnë atë tek autoritetet policore ose ushtarake të Teheranit. Në një deklaratë drejtuar banorëve të provincave Koglie dhe Bojer Ahmad thuhet, forcat ushtarake kanë nisur një operacion kërkimi për pilotin amerikan të rrëzuar më herët gjatë ditës së sotme. Të dashur qytetar, nëse e kapni pilotin armik të gjallë dhe e dorëzoni tek policia apo forcat ushtarake, do të shpërbleheni me $60.000, thuhet në reagim. Sipas burimeve amerikane, foto dhe video të publikuara në rrjetet sociale dhe në mediat iraniane tregojnë helikopter dhe avion të tjerë amerikan që fluturojnë në lartësi të ulët mbi zonën e rrëzimit në kuadër të operacioneve të kërkim shpëtimit.